Dje në mbrëmje, ndërsa po vija me Ilirian Xhupën për këtu dhe po kalonim poshtë Turanit, ai më kërkoi t'i bija Boris. Duhet ta ruajmë zakonin të përshëndesim Petritin, më tha, sa i tani këtyre anëve rri fshehur. 5 vite më parë, në udhëtimin e tij të fundit drejt Tepelenës, në pranverë të vitit 2020, ndërsa kalonim në Qesarat, Petriti më vuri dorën mbi timon dhe më tha: "Shtyp 3 herë Borin, ta dëgjoj Qazim Shemja që po kaloi. E bëj gjithmonë." Ngjan pak si një trill poetik, lidhja e fortë mes 3 poetëve Tepelenas, Petrik Ruka, Ilirian Xhupa dhe Qazim Sheme. Të pandashëm as në letërsi dhe as në shoqëri, por në fakt ajo që i lidh është fakti se ata hynë së bashku dhe hynë në emër të Tepelenës në letërsinë shqiptare. Në vitet 80, letërsia shqiptare, posaçërisht poezia shqipe, u freskua nga 3 vatra të reja poetike në vend, ajo e Tepelenës, e Lezhës dhe e Tropojës. Në këtë përtëritje gjaku të poezisë shqiptare, Petrit Ruka ka një vend të veçantë, pasi u bë një poet emblem që arriti të çojë në mënyrën më moderne muzën poetike labe në poezinë shqipe, duke i dhënë poezisë shqipe një finesë të rrallë, një realizëm të pashok dhe një patriotizëm të vërtet. Eposi poetik i Labërisë është nga më të veçantat në Ballkan, pasi është niveli më i lartë i një poezie popullore e mbushur me metafora dhe elegancë poetike. Është aq i forca edhe s'kurt mos kishim arritur të kishim një poezi të kultivuar shqipe, poezia labe do të mjaftonte për të na shpëtuar nderin. Por Petriti nuk është një transportues fizik të eposit lab në letërsinë shqiptare. Ai nuk është një mbledhës këngësh labe apo një krijues këngësh labe. Ai është një poet modern shqiptar që faktin që është rritur mes perlave të folklorit lab e ka kthyer në privilegj të jetës së tij. Ai ngjan pak a shumë bletës që nuk çon në koshere as lulet që gjen rrugës, as petalet e tyre, por merr nektarin e tyre dhe në koshere prodhon mjaltin që rron 2000 vjet. Pak a shumë kjo është ajo që ka bërë Petriti me folklorin e Labërisë. Para tij e ka bërë këtë sprove dhe Agim Shehu, por për shkak të periudhës kur shkruajti, ai mori dhe përdori nga Labëria patetizmin e saj. Petriti përdori gjithçka, lirikun e poezisë labe, ashpërsinë e saj, patriotizmin e saj, vajet dhe pse jo edhe ironinë e saj. E di që krahasimet çagrojnë dhe janë problem i madh mes shqiptarëve, por nëse Fishta mbeti një gjigant i madh i letrave shqipe, një proponues i madh i eposit të veriut, të historive të kreshnikëve tanë të cilët i mori nga letërsia gojore dhe i hodhi në lahutën e malësisë, Petrit Ruka e bëri këtë në një mënyrë më moderne me eposin e Labërisë, duke risjellë në një stil modern baladat e Labërisë. Nëse Lazgush Poradeçi mbahet sot si një nga poetët tanë më të mëdhenj lirik, për shkak të vetmisë që në të cilën veculluan në vitet 30 e më pas, Petrit Ruka për mua mbetet një nga poetët më të mëdhenj të dashurisë në poezinë shqiptare, me një lirik më moderne dhe më të prekshme në horizontin mes qiellit dhe tokës, ku të çon melankolia dhe dhimbja e dashurisë. Nëse Dritroa Golli mbeti në letërsinë shqiptare si një poet dhe shkrimtar i realizmit të thellë të botës shqiptare, mbështetur mbi karaktere njerëzisht të prekshëm në rrugë, Petrit Ruka guxoi dhe futi në poezinë shqiptare angazhimin qytetar dhe vërejtjet e hidhura për realitetin e sotëm. Poezitë e tij emblem, Baba, ne ikëm, Nëna ime nuk ka fotografi, apo poezia për pensionistët e lagjes që kërkojnë kafen më të lirë, poezia A dhe ushit, e tjerë, janë elegji që të mbledhin lotët në fyt për atë çfarë po i bëjmë atë dheut. Në amanetin e tij të fundit poetik, një libër që zhvaros baladat e eposit të jugut duke i risjellë në një formë më moderne, ai ka bërë gjithçka që mund të bëjë një poet për atë dheun e tij, për historinë e tij, për traditën kulturore të tij. Në një nga baladat e librit, ajo e Hankos që shëtit në përvare, ka një garë artistike me Ismail Kadaren rreth fuqisë së fjalës poetike labe. Kur Ismail Kadareja ka shkruar autobiografinë e popullit në vargje, ai ka marrë rrugtimin e Hankos të bukur në përvare si një metaforë ku bukuria e saj ngjallte të vdekurit dhe vriste të gjallët. Petrit Ruka e ka ulur në tokë të histori, duke sjellë historinë tragjike të Hankos nga Kamenica, nuse në Zhulat, që rikthehet në fshatin e masakruar nga Osmanët për të kërkuar varret e prindërve dhe vëllezërve të saj, duke vajtuar si ajkuna dhe duke i dhënë përsëri kuptim vargut të vdekurit i ngjalle. Dy poet që tek një njëjtin varg, njëri shikon fuqinë e dashurisë në mbi të vdekurit dhe tjetri
fuqinë e vajtimit lab mbi vdekjen. Dhe ndërsa përgatisnim këtë botim, nën peshën e pashpirt të kohës së pamjaftueshme që Petriti kishte për ta botuar në një ditë të caktuar, ai sillej sikur koha kishte ndalur dhe grindej me redaktorin e tij për 3 që akoma jam i paqartë nëse duheshin apo nuk duheshin në gjitha të libër, por që askush nuk i hapte rrugë njëri tjetrit. Pastaj erdhi puna e kopertinës, që ishte e pasgjithshme, sikur të mos ishte një piktor i shquar shqiptar, Agim Sulaj, që ta zgjidhte këtë hall brenda 3 ditëve. Dhe në fund, ishte edhe ankthi i botuesit, që zakonisht është i shqetësuar vetëm për festat e promovimit. Edi Rama, që erdhi në ceremoni, ti dorëzonte Petritit titullin honoris causa të Universitetit Evropian të Tiranës, pa vesin e të grincurit me artistët dhe me një seriozitet që na la pa fjalë, bëri një vlerësim thelbësor të veprës së Petritit, duke e cilësuar atë si një poet i ulur mirë në gurin e vet në letërsinë shqiptare. Ai gur sot është aty para kalas dhe ka rrotull buste pashallarësh me shpatë dhe luftëtarësh me armë, duke e bërë këtë qytet unik që të ulet mes tyre edhe një pasha i fjalës dhe luftëtar i madh i saj.